Vision Plus ka publikuar shifrat e sondazhit të parë të pragzgjedhjeve në Shqipëri, rezultate fotografike të datës 8 maj. Instituti Italian Piepoli ka sjell orientimin e votës së 23 qershorit, realizuar me një kampion me 1651 intervista të realizuara sy më sy në të gjithë territorin shqiptar. Sondazhi i parë lidhur me orientimin e votës ka nxjerrë fitues koalicionin e majt me 49% të votave në të gjithë vendin, ndërsa koalicioni i djathtë, nëse do të votojë sot, do të fitonte vetëm 40%. Sondazhi nxjerr fituese edhe si forcë Partinë Socialiste me 40% të votave kundrejt 35% të Partisë Demokratike. Mëtej sipas renditjes, Lëvizja Socialiste për Integrim renditet e treta me 6%, ndërsa Fryma e Re Demokratike dhe Aleanca Kuqezi janë forca me elektorat të barabartë, secila me nga 5.5%. Ndërsa Partia Republikane në koalicionin e djathtë fiton 2% të votave sipas sondazhit. Dy koalicionet, ai i majti dhe ai i djathti, sigurojnë nga 3% të votave prej partive të tjera të vogla të përfshira në koalicione. Sondazhi është prezantuar nga Vision Plus dhe komentuar në studion e lajmeve nga analistët Andi Bushati dhe Henry Çili, ndërkohë që zëvendës drejtori i Institutit Italian Piepoli, Roberto Baldassari, ka sqaruar metodologjinë dhe pyetjet e tjera mbi sondazhin. Instituti ka pyetur shqiptarët edhe se si e vlerësojnë punën e qeverisë aktuale, ku 61% mendojnë se qeveria nuk po shkon në drejtimin e dur. Tjetër pikë e sondazhit ishte jetesa në Shqipëri, ku 32% të anketuarve mendojnë se jetohet keq, ndërsa 21% janë përgjigjur se jetohet shumë keq. Instituti Piepoli ka marrë opinionet e shqiptarëve edhe mbi ekonominë e vendit gjatë viteve të fundit. Disa nga rezultatet e ditës tregojnë se nëse do të votojë sot këtë të drejtë, do ta shfrytëzonin me siguri të plot 67% e shqiptarëve, janë më pak të sigurt 7%, nuk do të votojnë 24% dhe ndoshta jo 3%. Instituti Piepoli do të realizojë nga tani deri në qershor 3 herë kërkime mbi këto çështje.